Vetëm një merak, që nuk do duhet ishte meraku im fakt, do duhet ishte meraku i gjithë atyre që kanë një zë në arenën publike, edhe opinionistët e përfshirë. Çfarë do ndodhi me Partinë Demokratike? Se unë mendoj që pas kësaj proteste, Partia Demokratike nuk do të ekzistojë më. Kur nuk e arriti as në këtë mënyrë, jo vetëm që ta ndyente, por që ta rrëzonte, siç ata pretendojnë, kryeministrin Edi Rama dhe Partinë Socialiste, atëherë nuk ka më asnjë sens që kjo parti të vazhdojë dhe të mund të konsiderohet opozita jonë. Ka një provë në demokraci që janë zgjedhjet, dhe ne e provuam dhe ne fitojmë. Dhe këta dështa kronik, nga që dështojnë vazhdimisht dhe çdo herë dështojnë më shumë, këta menduan se në një moment të caktuar deti u bokos dhe duke u kapur tek kjo kauza e Flamingos, do mundet që të rrëzonin atë që shqiptarët dhe qeveria shqiptare më pas e kanë ngritur me shumë vështirësi. Këtë lloj standardi demokracie nuk e arrin. Kryeministri Rama nuk e jep dorëshën se nuk ka arsye ta japë dorëshën. Protestuesit nuk kanë dalë në rrugë për interes personal, por sepse u janë mohuar të drejtat dhe se vendi po përballet me korrupsion, padrejti dhe premtime të pambajtura. Kur qytetarët ngrihen në protestë, është shenjë se durimi i tyre ka marrë fund. Nëse një qeveri humbet besimin e qytetarëve, ajo duhet të marrë përgjegjësi politike. Sipas mendimit tim, Edi Rama ka shumë arsye që të japë dorëheqjen dhe jo të vazhdoj të qëndrojë në pushtet, sikur asgjë të mos ketë ndodhur. Mbështetja e vërtet fitohet me besimin e qytetarëve dhe jo me propagandë apo interesa. Ju, çfarë mendoni? A është koha që përgjegjësia politike të vihet mbi pushtetin? Mendimin tuaj shprehini në komente.